Sa prej njerëzive ne i dim që sa janë konë të vegjël, janë konë me nota të mira, janë konë xhami, po janë konë të sjellshëm me prindrit, po janë konë të mirë me mizhallar, po janë konë sokak shumë të sjellshëm, por gradualisht ne çuditemi se a është çaj që ishte në saf, a është çaj që ju sjell ke mirë me prindrit, a është ai person që i respektoj ke mësuesit, a është ai person i cili të jep ke selam. Trishtim. Kush e bori këtë që të largohet? Është shoqëria e keqe. Lajme të çuditshëm që ta lëtojnë syrin, ta mërzitin zamrën. E pastaj akuzo hoxhallart, akuzo dinin, akuzo... Po mirë, kush i nxiti për devijimin e të rive? Kush është ai që i motivon? Kush është ai që e shet drogën, kush është ai që e shet armën, kush është ai që i cili e shet barin, kush janë ata? Wallahi nuk janë ata hoxhallart të cilët i mësojnë njerëzit nga rruga e drejtë. Asesi. Asesi. Por kundrazi, janë që i nxitin që të largohen prej këtyre dukurive negative. E ne si besimtar, si musliman, duhet të kujdesmi. Për shkak se këto do të bjen pasoja të rënda pas disa viteve.